Gruaja shqiptare që flet me ëngjëjt. Dëgjojeni me kujdes deri në fund. Si gjithmonë kush është këtu rastësisht, nëse nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që jemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Më shkriti për herë të parë para 4 viteve dhe historia e saj është vërtet e çuditshme. Dikush nga ju ndoshta nuk do të besoj, por ka me qindra, me mira raste të tilla të treguara nga njerëzit dhe unë nuk besoj që të gjithë janë të çmendur ose kanë halucinacione. Dhe tani po ju tregoj historinë e kësaj gruaje shqiptare. Sot është grua, por do t'ja tregoj nga kur filloi kjo histori. Ishte viti 2000. Dhe në vitin 2000 kjo grua ishte 11 vjeçe. Dhe jetonte në një fshat të Shqipërisë, në jug të Shqipërisë, në një fshat që është larg qytetërimit dhe s'kishte shkuar asnjëherë në qytet. Asnjëherë. Pra 11 vjeçe, vajza, 11 vjeçe s'kishte shkuar asnjëherë në qytet. Ishte një situatë e vështirë. I jati i saj kishte qenë në Greqi, por e kishin dëbuar nga Greqia dhe ai pasi u kthye, erdhi në Itali. Dhe pasi erdhi në Itali, shkonte dhe vinte në Shqipëri sepse s'kishte dokumenta dhe nuk mund t'i bënte do dokumentat. Dhe ende kishte probleme sepse puna ishte rrallë, ku do t'ja mbante familjen, kështu që në atë kohë ishte pak e vështirë, sidoqoftë. Dhe siç ju thash, në vitin 2000 vajza ishte 11 vjeçe. E çonin të gjithë familjarët, jo vetëm se ka një vlla, jo vetëm vllai, por edhe familjarët, edhe halla, tezja, të gjithë e çonin gjithmonë për të bler gjëra në dyqan. Një ditë binte shiu binte litar dhe vajza e vogël, ajo bënte punë të shtëpisë, bënte çdo punë që ishte shtëpia. Ema punonte tek një zonjë tjetër, me i fjalë sepse ishte moment krize në atë kohë. Nuk gjendej punë, për më tepër në atë fshat atje ishte vështirë, dhe ajo punon tek një zonjë, të shtëpia e një zonje. Rregullonte shtëpinë, pastronte, i bënte për të ngrënë kësaj zonje. Dhe e mbanin zonjën, e mbanin fëmijët e saj që ishin jashtë. Kështu që vajza 11 vjeçare ndihmonte nënën e saj duke bërë punë të shtëpisë, dhe atë ditë binte shi. Shiu, si thoshte, binte litar. Dhe ajo shkoi në dyqan, si gjithmonë, mori gjërat e para që i duheshin me atë plasmasin, sepse kishte një plasmas në kokë, jo çadër, por një plasmas, dhe mori çfarë duhet dhe u kthye sërish. Dhe këtë punë e bëri 2-3 herë gjatë asaj dite. Herën e tretë kur kthehet, një vetëtim bie dhe e përplasi vajzën. Është një ngjarje që padyshim ata që janë të zonës e dinë se ku ndodhet, nuk mund ta them emrin sepse ma ka ndaluar që t'i them emrin dhe vendin. E çuan në spital. Dhe hera e parë ajo që shihte qytetin. Kur e çuan në spital ishte në agoni. Për pak do vdiste, sepse vetëtima e kishte qelluar në një pjesë të trupit, por shumë pak, në një pjesë të trupit, dhe kishte skonvulsione, si thonë, kishte drivje. Dhe këto konvulsione që kishte ishin për shkak të një epilepsie që i erdhi nga i moment. Dhe nga i moment kjo vajzë shpëtoi atë ditë, shpëtoi në një 3 ditë në spital, e shpëtuar, u kthye në shtëpi, çdo gjë okej. Por me kalimin e kohës, ajo gjatë gjumit tregonte se takonte një ëngjël, fliste me një ëngjël, po një ëngjël femër, jo mashkull. Dhe ëngjëlli i tregonte, fillimisht ishte abstrakt, si thot kjo. Pra nuk ishte e përqendruar në këtë, ndoshta sepse kjo nuk e kishte kultivuar këtë kontakt me ëngjëllin. Por ishin abstrakte, si për shembull i tregonte disa gjëra, disa shkrime në ajër, kështu. Shkrime që dukeshin në ajër, si thot kjo. Dhe kaloi kohë, në vitin 2004, i ati
i mori në Itali dhe erdhi në Itali. Së bashku me vllajin, me nënën dhe jetojnë në një zonë poshtë në Itali, në Sicili. Dhe e ama punon akoma sot, nuk di çfarë punë bën sot, por punonte në atë kohë, si thot kjo, punonte në fusha për mbledhje domatesh, për gjëra të tjera, me fjalë bujqësi. Dhe e çuan në shkollë. E çuan në shkollë sepse fal disa perifterive aty të zonës, i këshilluan që ta çonin në shkollë. E këshilluan fëmijët e tyre të shkojnë në shkollë, i këshilloi kisha dhe i ndihmuan i çuan në shkollë. Dhe ajo aty njohu vendas, por si gjithmonë si gjithë të rinjt, njohu bëri shoqe, dhe njërës nga shoqet i tregonte për këto ëndrat e saj. Sepse fillimisht ajo i kishte thënë nënës së saj, por nëna i thoshte boll me këto budallëq. Nuk dua ti dëgjoj më. Pra, si gjithë njerëzit e tjerë, ajo kërkonte që të fliste me dikë, por askush nuk e dëgjonte, askush nuk komunikonte me të. Dhe kështu që filloi që të fliste me shoqen e saj. Nga momenti që filloi të fliste me shoqen, filluan që ta tallnin. Filluan ta tallnin dhe u bë çështje e madhe sa që ajo nuk donte të rinte më aty në atë shkollë. Dhe ishin të detyruar që të lëviznin, edhe pse jati acarroi në vend që ti thoshte po të gjente mënyrën se kush ishte problemi, po ai acarroi dhe i thoshte që fajin e kishte kjo. Si përfundim, erdhi koha që vajza u bë madhe, e mbaroi shkollën 8 vjeçare dhe iku nga aty. Iku nga aty dhe shkoi në një qytet tjetër. Në këtë qytet tjetër njohu një djalë dhe nga ai moment filluan që të bashkëjetonin. Djali italian e donte marrëzisht, e donte sepse ashtu ndodhin ngjarjet më vonë. Ajo tregonte për historinë e saj, që takonte ëngjël, çfarë ishin, si ishin, çfarë i thoshin e tjerë. Dhe unë do t'ju them tani çfarë ndodhi fillimisht, pastaj më vonë atë që tregon se çfarë i ndodhi më vonë, por fillimisht kur ishte me këtë djalin që bashkëjetonte. Kur filloi të bashkëjetonte me këtë djalin, çdo gjë shkonte, ishte çdo gjë e bukur, çdo gjë fantastike. Por me kalimin e kohës, ajo ky kontakt që kishte me ëngjëllin ose me ëngjëllen, sepse është një ëngjëll, është akoma ëngjëll femër, i shfaqet gjatë ëndrës, i shfaqet në këmbë, në ajër, kështu në qiell, siç e tregon ajo. Vjen nga sipër, sikur të bie nga sipër, në këmbë, hap krahët, flatrat, është një vajzë, mund të quhet ose grua, rreth 30 vjeçe, me flok bjonde, të mëdha, të shumë flok dhe me krah. Dhe është komplet me si ngjyrë floriri. Jo si ngjyrë floriri, po është flori, komplet. Pra paraqitja e saj. Edhe nga fytyra, pra gjithë trupi si ngjyrë floriri, siç e tregon kjo. Dhe zakonisht i tregonte për ecurinë e njerëzimit, për këto, dhe i tregonte disa kode, sepse zakonisht kështu bëjnë. Dua t'ja u them këtë, që zakonisht të ngacmojnë me disa informacione që ti të fillosh pastaj që ta kultivosh atë kontakt që të thotë informacione të tjera. Është thjesht për ndihmë, sepse nuk duan që të bëjnë keq. Askush nga këta të bën keq. Vetëm nëse lidhesh me djallin ose me demon të tjerë. Dhe kodet zakonisht, sepse ato që më ka dërguar, që më ka shkruar, janë zakonisht numra ose disa shenja, si për shembull shenjat e zodiakut, ato format e tjerë, që duhen deshifruar dhe duhet kohë për ta bërë këtë. Unë s'kisha kohë në atë kohë, sepse tash para 4 viteve më telefonon, më shkruante dhe unë më dërgonte këto format çfarë ishin, po s'mund të shikoja, sepse gjithsekush ka eksperiencën e tij dhe duhet ta interpretoj me eksperiencën e tij. Dhe si përfundim, një ditë i erdhi, siç erdhi, ju shfaq me njerë, sikur hapi gojën, sikur do ta hante, sikur do ta shqyente, me inat. Të kam thënë, i tha, kështu fort, me qallë, sikur erdhi në fytyrë, ballë për ballë.
të kam thënë ta që ai duhet të ketë kujdes. Ai duhet të ketë kujdes. Kur shkon në punë duhet të ketë kujdes. Kjo nuk kuptonte ai kush. Dhe në fund fare kuptoj që ishte bëj fjalë për djalin. Si përfundim kaloi kohë sepse kjo zgjati për 3 muaj parafërsisht dhe i thoshte këtij, shiko, unë kam parë një ëndër, thoshte. Ai e dinte, por i thoshte, shiko, më ka thënë në këtë formë, më ka thënë që të ketë kujdes kur shkon në punë, ky qeshte. Dhe si përfundim, një ditë teksa shkonte, sepse ishte hidraulik, se teksa kishin shkuar në një vend për të punuar, shkëputet një nga këto tubat dhe i futet në kokë, nga sipër. Fut këtu dhe vdes. Kjo ngjarje ka ndodhur para disa viteve dhe njihet kjo si ngjarje këtu në Itali. Ishte aksident në punë, por megjithatë edhe pse u hetua për këtë, me kalimin e kohës u vure që ishte problemi i tij, sepse ai shkau që në një vend u lëvizi gjithë ai vend ku ata po punonin dhe tubi, një nga këto tubat rrëshqiti që i ra në kokë. Tani, në qoftë se kjo është një fantazi apo jo, këtë ne nuk e dim, por mundi diçka tjetër, që gjatë kohës që ajo më ka shkruar, më ka treguar edhe për disa evenimente, si për shembull tërmetin që ka ndodhur në Turqi, apo për në Siri, gjitha ajo lëvizje që ndodhi, probleme të tjera, si për shembull që do fitonte Trump, po, më ka thënë që do fitonte sërish, bile thoshte që tani do ta heqin Trumpin, sepse ashtu janë punët. Pra, tregoi disa gjëra që unë personalisht mendoj që nuk më intereson për sa i përket që atyre informacioneve që më dha, por më intereson fakti që thuhet që ajo thot që flet me një ëngjëll ose komunikon me ëngjëll. Do t'i them diçka. Që kur kanë filluar emisionin deri sot, ka me qindra, shqiptar po flas, me qindra që më kanë shkruar, edhe meshkuj, por edhe femra, edhe gra, që më kanë shkruar dhe më thonë që kanë kontakte me ëngjëj. Ose, për shembull, është një zonjë që ka qenë edhe nëpër kanale televizive kohët e fundit, sepse ajo dëshironte që ta intervistoja në programin Enigma, nuk patëm kohë sepse te programi Enigma u ndalua dhe kështu që unë nuk pata kohë që ta intervistoja këtë zonjë. Dhe di që kam parë disa intervista kohët e fundit që ka dal haptazi dhe flet për kontaktet që ka Ariana quhet, që me që se ka dal, që ka kontakte me një entitet që për mendimin tim nuk është e para, por ka me qindra, si ju thash. Dhe unë tani do të dëshiroja një komentin tuaj. A ka prej jush që kanë kontakte me forma të tjera jete? Dhe nëse po, çfarë, si? Mund të më shkruani, ju lutem. Faleminderit dhe pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë zonjë që ju thash që ende sot më shkruan, më shkruajti para ca ditësh dhe më tregoi për le ta themi. Më tregoi që shumë shpejt një lider i politikës, që një lider politikan do ekzekutohet, siç i thanë, në publik. Kështu që të shohim një lider, një politikan. Tani, këto janë disa fragmente që ajo tregon, por ka dhe të tjera, megjithatë do të dëshira një komentin tuaj, pres, ju përqafoj.